Partia Socialiste jep shenjën e parë të dhënies fund të bojkotit të zgjatur parlamentar, me pjesëmarrje në mbledhjen e konferencës së kryetarëve dhe konfirmimin gjatë kësaj mbledhjeje të prezencës së deputetëve të saj në seancë plenare dhe në komisionet parlamentare. Sesioni i ri nis kështu të hënën dhe opozita do të jetë prezente për të parën herë që prej zgjedhjeve të 8 majit. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve që i paraprin çeljes së sesionit parlamentar të vjeshtës, palët miratuan në unanimitet kalendarin 3 javor të punimeve të kuvendit dhe mbajtjen e seancës plenare të së hënës në orën 18. Edhe pse nuk pati asnjë prononcim pas mbledhjes, si u zhvillua me dyert të mbyllura. Tashmë është e qartë se opozita pas thirrjeve të vazhdueshme edhe të partnerëve ndërkombëtar, ka vendosur të afuzë debatin politik në shinat e jetës parlamentare, pas një marrëdhënie të kushtëzuar për afro 2 vjet me kuvendin. Por ndonse duket se i ka larë përfundimisht duart nga bojkoti, rikthimi i socialistëve në parlament të shoqëruar sërish me kushte. Kreu i grupit parlamentar socialist Gramoz Ruçi ka kërkuar në konferencën e kryetarëve rishqyrtimin edhe një herë nëpër komisionet parlamentare të disa projektligjeve. Bëhet fjalë për kodet apo projektligjin për gjykatën administrative që kërkojnë shumicë të cilësuar për të votuar e që zvarriten prej më shumë se 2 vitesh nëpër sirtaret e kuvendit për shkak të bojkotit të vetë socialistëve. Parë në këtë këndvështrim, kjo kërkesë e Selisë Roz tingëllon më shumë si një tek e saj, pas gjithë kësaj kohe të humbur për shkak të aksioneve radikale të Edi Ramos për të bllokuar me fuqinë e kartonit çdo ligj që kërkonte shumicë të cilësuar. Gjatë konferencës së kryetarëve mësohet gjithashtu që kreu i grupit kuvendor socialist të ketë kërkuar që deputetëve t'u lihet më shumë kohë mjaftueshme në dispozicion për diskutimin e projektligjeve që do të kalojnë nëpër komisionet parlamentare. Nga ana e saj, kryetaria e kuvendit ftoi krerët e grupeve parlamentare të nisin punën për ngritjen e komisionit për reformën zgjedhore, si dhe theksoi domosdoshmërinë e votimit sa më parë të ligjeve të rëndësishme, si ai për ngritjen e gjykatës administrative dhe të kodeve, ligje këto të cilat kërkojnë 3/5 e votave të parlamentit.